Mirëmbrëma nderuar shikues, para se të fillojmë emisionin e sotëm, dua t'ju kujtoj të gjithëve atyre që e ndjekin podcastin ton, po që ende kanë haruar t'i bëjnë një subscribe, një klik atje, dhe një like kur shikojnë video tona, të mos harrojnë me qëllim që sa herë që ata nuk e kanë mendjen ose janë të zënë me ndonjë punë të tyre, vjen notification i pap të thotë diçka ka hedhur podcasti i së vërtetës në Shqipëri, Okult me Alfred Sakon. Falenderojmë gjithashtu të gjithë sponsorët e emisionit ton, të cilët ndihmojnë në funksionimin normal të punëve tona për të gjitha emisionet. Mirë, sot do të flasim, kam dëshirë të flas për situatën në Shqipëri, situatën politike, situatën në drejtësi, në SPAK kryesisht, në luftën e SPAK-ut kundër korrupsionit, siç duket, dhe në lidhje me disa qëndrime të Shtetet Bashkuara të Amerikës që këtu në fakt kanë gjallur shumë debat, sepse Shqipëria është një katund i vogël i botës dhe sa herë që në qendër të perandorisë që deri më sot paktën ka qenë në Washingtoni, ngrihet në një dallgë këtu hiperbolizohet dhe bëhet sikur ka ndodhur tsunami. Megjithatë dallgët që drejtohen nga Washingtoni në drejtim të Shqipërisë, sigurisht janë të rëndësishme për këtë katundin e vogël tonin në raport me botën e madhe, sigurisht në Shqipërinë tonë politike, po dhe në Kosovë dhe në Maqedoni. Çka ka ndodhur? Kur u krijua sistemi i ri i drejtësisë, botën e kontrollonte Kabala dhe qendrën e perandorisë në Washington e kontrollonte Kabala, ose thënë ndryshe Komiteti 300 ose olimpianët, të cilët kanë bërë një agjendë që quhet Agenda Globaliste 2000, Agenda 2000 ose Agenda Rockefeller 2030, ku janë fiksuar disa piketa se ku duhet të ecë shoqëria njerëzore. Do vendoset një rendir i botëror, ku në qendër të tij do të jetë depopullimi dhe kontrolli. Do luftohet industrializimi, do të ketë industrializim zero, do të luftohen të gjitha shpikjet në teknologji të cilat ndihmojnë në përmirësimin dhe rritjen e prodhimit, sepse kjo ndihmon në rritjen e popullsisë, rritje e prodhimit dhe të ardhurave, ndihmon në rritjen e numrit të popullsisë. Do të lejohen vetëm shpikjet në inteligjencë artificiale dhe bota do të jetë në një konkurrim të vazhdueshëm në kompanitë e inteligjencës artificiale. Është shpikur ngroja globale për të ndaluar sidomos prodhimin më të madh të energjisë për qëllime paqësore, që është energjia bërthamore, dhe është kaluar në agjendat e quajtura jeshile, të cilat promovojnë dhe nxitin prodhimin e energjisë vetëm me bizneset që janë në kontrollin vetëm në kontrollin e globalistëve, të miqve dhe të njerëzve të tyre, të cilët do të kontrollojnë uljen e prodhimit të energjisë dhe ndryshimin e llojit të prodhimit të energjisë dhe të kontrollohet ata që do të kenë në dorë energjinë. Njëkohësisht, teknologjia artificiale do të përdoret për kontroll të njerëzve, kurse me metoda të ndryshme siç janë plandemit, luftrat, urit, elmimet e vazhdueshme nga qielli nëpërmjet avionëve, të cilat edhin chemtraile që lënë gjurmë të gjata në ndryshim nga chemtrailet që janë avionët normal që lënë një gjatësi të shkurtër të vijës në qiell. Ka debila akoma që se besojnë këta, kur në Kongresin Amerikan janë bërë seanca të tëra dhe kanë dalë dhe kanë pranuar, dhe shumë shtete në Shtetet e Bashkuara, në rreth 20 shtete, 21 shtete, që kanë ndaluar edhjen në qiellin e territoreve të tyre shtetërore të chemtraileve, të cilat
justifikohen se përdoren për modifikimin e motit, pra për të ulur gjoja ngrohen globale dhe për të krijuar një lloj reje në periudhat e ngrohta dhe të nxehta që dielli të mos djegë dhe mos përvoloj shumë pasi gjoja është rritur temperatura në tokë dhe po shkrin akujt. Në fakt, kur akujt e akullnajave shkrin, volumi deteve bie, sepse dihet që akulli kur ngrin uji që bëhet akull e rrit volumin e tij. Pra supozohet që akullnajat që kanë 5 të shtatat poshtë në ujë dhe 2 të shtatat sipër, duke u shkrirë, ato duhet të rriqesh e deti dhe jo të shtyeshe. Këta po thonë që shkrin akullnajat dhe detet po shtyhen dhe po zënë territore. Në fakt, në qoftë se deti po zë territor, është lajmi i kundërt, detet po ngrin. Dhe duke ngrirë, zgjerojnë volumin dhe shtyn ujin nëpër brigjet e deteve dhe të oqeaneve. Mirë, në vitin 2014, 2015, 2016, gjatë kohës që sapo kishte ardhur në pushtet rilindja, në vitin 2013, filloi sistemi i ri i drejtësisë dhe Rama nga dot që dilte theshte s'keni parë gjë akoma, s'keni parë gjë akoma. Reforma u bë me nxitjen e fondacionit Soros, i cili me njerëzit e vet bëri gjithë reformën në drejtësi, me qëllim që të kontrollonte 2 segmente në shoqërinë shqiptare ekonomike, financiare dhe politike. Korrupsionin, i cili ushtrohet nga njerëz të niveleve të larta të administratës civile në Shqipëri dhe administratës politike, e cila zgjedh dhe pjesë të tjera administratës të cilat normalisht janë pjesë e administratës civile që ka një administratë shtetërore. Dhe këta administratë civile unë quaj ata që normalisht nuk duhet të ndrohen kur ndrohet stafi politik i një qeverisje që vjen lart në hierarkitë e dikastereve. Dhe këta janë kryesisht ata që zgjidhen me status të në punësit civil që të kenë një atu të fortë kur lëviz administrata politike, këta tjetë e vështirë për të larguar nga puna, duke u pretenduar që të zgjidhen njerëz teknicien të mirë që realizojnë punën dhe detyrat e tyre. Grupi i ri i sistemit të drejtësisë dhe korpusi i ligjeve që u krijuar me disa lloje hallkash që kontrollojnë njëri tjetrin dhe që zgjedhin njëri tjetrin, u krijuar në mënyrë të tillë që të kontrolloheshe nga globalistët, nga kabala dhe nga i caktuari i tyre për të kontrolluar shqiptarët, mbas vitit 2013 që ishte Edi Rama, i cili nga do të dilte dhe theshte s'keni parë gjë akoma, s'keni parë gjë akoma, sepse i kishte bërë projektet me ata që kishin zgjedhur, pra me Sorosin dhe njerëzit e tij, administratorët e tij në këtë organizatën gjoja, jo fitim prur se shoqëria e hapur, i kishin bërë planet se çfarë do të bënin. Qëllimi ishte që Sorosi nëpërmjet drejtësisë të kontrollonte të gjithë politikanët që do të binin në të ardhmen në Shqipëri, duke pasur si një çekiç jashtë dëshirave dhe qëllimeve që mund të kishin masat e gjera popullore, pasi ato nuk do të kishin asnjë lloj kontrolli mbi këtë lloj drejtësie, e cila do të kontrollojë nga kabala, nga Komiteti 300-ve, nga Sorosi që është një prej zëdhënësve të saj më të rëndësishëm, sidomos këtu në Ballkan. Në fillim, lufta filloi me kreun e opozitës, me Sali Berishën dhe me qeverisjen me këta drejtuesit e lartë të qeverisjes Partisë Demokratike, kryesisht me Fatmir Mediun për çështjen e Gërdecit, Berishës ju hap çështja që quhej afera e klubit Partizanit, tash është hapur përsëri Gërdeci dhe djalit Berishës, Kërzem Berishës dhe Sali Berishës. Dhe në Shqipëri
Pas ardhjes së Trumpit, ju kujtohet të gjithëve që erdhi një njeri që kishte peshë në administratën amerikane dhe ky ishte Lacivita. Dihet që Lacivita ishte një nga njerëzit e atyre stafeve që kishte ngritur The Heritage Foundation, një nga grupet ku ishin grumbulluar, një grup i madh ku ishin grumbulluar shumë OJF të djathta konservatore, të lidhura nga pjesë të vogla të puzzle-it që krijojnë republikanët me ideologjinë e tyre, me traditën e tyre, me trashëgiminë e tyre, për të luftuar globalistët që ishin në pushtet mbas vitit 2020 në shtëpinë e bardhme në krye Bidenin. Dhe në mbledhësimin e Lacivitës, ose shtirja sikur në mbledhësohej e Lacivita, madje është folur edhe me ironi dhe me tallje për Lacivitën, i cili sigurisht nuk i haron këto gjëra. Ai erdhi pa dhe fitoi. U largua dhe mori shumë informacione në lidhje me atë që bëhej në Shqipëri. Sigurisht midis tjerave e ka marrë dhe informacionet që si funksiononte këtu sistemi, ç'a mekanizma funksiononte korrupsioni, dhe ai ka ditur dhe se ku shkonin në mënyrë piramidale lekët e korrupsionit, por sigurisht ishte një piramidë e përmbysur. Maja lartë ishte me gjerë ata që merrnin më shumë, pavarësisht se ishin njerëz më pak, dhe sigurisht në këtë korrupsion ishte shumë e përfshirë dhe familja Soros. Aleksandri ju e dini që nuk ndaheshe nga Ballkani, sepse e ka pasur si bankomat Shqipërinë, Serbinë, Maqedoninë, ku kishin vënë kudo në Maltëzi, kishin vënë njerëzit e tyre. Dhe ata sigurisht e kanë miell Ballkanin gjithë këto vite në një mënyrë të jashtëzakonshme. Ata ngritën gjithë sistemin e korruptuar, ndihmuan me organizimin perfid që bën nëpërmjet njerëzve të tyre të zgjedhur dhe nëpërmjet këshilltarëve që i kontrollonin, të zgjedhurit e tyre në politikë, ku në Shqipëri ishte Rama, në Serbi ishte Vučići, në Greqi gjithashtu kryeministri sotëm, në Maltëzi, në Maqedoni janë kontrolluar të gjithë nga Aleksandr Sorosi, në Bullgari, në Rumani, dhe po sidomos në Ballkanin perëndimor, dhe këto Lacivita i mësoj mirë. Gjithashtu, krokodilet që ruajnë sistemin në Shtetet e Bashkuara dhe që përpiqen të mos ju shpëtoj gjë kur i hedhin parat, sidomos Trumpit, mësuan shumë edhe nga dosja me McGonigal, ku ka mundësi që sipas disa akuzave që kanë bërë media në Amerikë, janë mbledhur në mënyrë kriminale nëpërmjet presionit rreth 32 milionë euro, dhe kur unë kam thënë vazhdimisht që Rama do ta ketë keq mbasi erdhi Trumpi. Dhe u mësua nga dosja me McGonigal që në Shqipëri ka shumë para. Ndoshta ata mendojnë se në Shqipëri ka rreth 100 miliard dollar asete të patundshme dhe të tundshme. Rama nëpërmjet pididit të tij në pushtet dhe në ekonomi, jo në rafshin moral, siç ka vepruar Pididi ose Jeffrey Epstein, kishte pididin e vet, që ishte ky Agasi, për të cilin po përflitet shumë këto kohët e fundit, këto ditë të fundit. Çfarë mekanizmi luante Agasi? Çfarë lloj funksioni, çfarë lloj kushinete ishte Agasi? Agasi kishte fuqi të madhe që ja kishte dhënë Rama mbi të gjitha
mbi gjithë titullarët e shtetit, titullarët politik, dhe ai kontrollonte nëpërmjet sigurimit të teknologjisë shtetërore, sidomos të asaj i Albanias, ai kishte mundësi të pastronte gjyqtarë të ndryshëm të cilët kalonin vettingun ose prokuror, duke ju hequr nga sistemi pronat që ata nuk i justifikonin për një periudhë që ata hetoheshin për 3 muaj ose 6 muaj dhe pasi ata shpalleshin të pastër, jo u rikthente përsëri në sistem. Dhe kur ata gjykoheshin, ju dilnin ato prona që ata mendonin se justifikonin me të ardhurat e tyre. Pra, ky i ka ndihmuar që të fshinin korrupsionin dhe që të vazhdonin përsëri korrupsionin në ndikimin e atij që i kishte ndihmuar, pra të sistemit të Edi Ramës dhe të Agasit për të dhënë pasaj më pas vendimet që të dëshironte politika. Derisa erdhi Trump në pushtet, SPAK u kontrollua nga i caktuari i globalistëve në Shqipëri nga Edi Rama dhe pa lejen e Edi Ramës askush nuk trazoheshe me përjashtim të peqve të vegjël që e përjashtonin rregullin dhe kur arrestonin nga krau i Partisë Socialiste, por këto ishin përjashtime që e përforconin rregullin duke treguar se në Shqipëri spata e SPAK-ut ishte mprehur dhe vepronte nga të dyja krahët e politikës, po nga njëri krah godiste dhe rrezonte mbretërit dhe mbretëreshat dhe torët, kurse nga ana tjetër merreshe kryesisht me ushtarët. Ty e dini që u godit si kundërshtar i Ramës dhe i Berishës, u goditën 2 njerëzit më të fuqishëm të 2 krahëve, Ilir Meta dhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj. Me ardhjen e Trumpit, Rama, i cili u përpoq shumë nëpërmjet familjes së Trumpit dhe nëpërmjet asaj quhet afera e Sazanit, të shiste interesat e shqiptarëve për të shpëtuar lëkurën e vet dhe për të pasur marrëdhënie të mira me sherifin e ri, me kryesherifin e ri të botës. Por, me sa duket, Trump i ka braktisur interesat e vogla të dhëndurve dhe të fëmijëve dhe luan në një dimension tjetër më të lartë në tabellën e shahut. Çfarë mund të ndodhë në të ardhmen mbas shfaqjes së problemeve duke goditur Belinda Ballukun dhe drejtoreshën e Akshit dhe atë grupin e saj kriminal, të organizuar, të strukturuar, të cilët kanë vepruar si një grup kriminalësh ordiner duke marrë pengje ata që kërkonin nëpërmjet futjes në gara dhe në tendera mund t'ju prishnin planet dhe ëndrat për të grabitur çdo tender grupi i Ramës, të cilët Rama i ka pasur si bankomat. Belinda Balluku ka qenë problem si e dyshuar që punon për interesat greke në Shqipëri së bashku me ministrin e mbrojtjes Piro Vengu dhe me disa të tjerë në portin e Durrësit. Është një me mbiemër Gega që po përpiqet që t'ja portin e Durrësit asaj firmës greko-shqipriote Arkirodrom, por që në fakt kontrollohet nga rusët dhe nga Putini dhe që nuk duan të ndërtohet korridori 8 dhe porta e saj hyrëse që është Porto Romanoja, ku Rama ka edhur thonjt në 500 hektarët që është studiuar dhe që janë shpronësuar nëpërmjet oligarkut Qet Kastrati, kanë rëmbyer dhe kanë marrë një repart ushtarak dhe disa pjesë të tjera atje duke i privatizuar dhe duke u bërë pjesë e portit aktual i cili është me tankera shkarkohen sot karburantet aty dhe nesër ata do të kenë aksione të mëdha mbi
atë që të quhet vepra më e rëndësishme infrastrukturore e Shqipërisë, me një vlerë minimale prej $2 miliardë pasi të zhvillohet loti i parë, domethënë ose pjesa e parë e tenderit për 38 hektar, ka kushtuar €400 është fondi i tenderit të parë, që deri tash në garë ka mbetur vetëm firma greke Arkirodrom. Kryeministri Macron i ka kërkuar më shumë se një herë dhe më shumë se për 2 probleme në ekonominë shqiptare që Rama të mos dëgjonte Belinda Ballukun, por Rama nuk ka dëgjuar Macronin dhe ka dëgjuar Belinda Ballukun, e cila organizonte gjithë skemën e korrupsionit, dhe Rama sigurisht që dyshohet se e ka pasur si bankomat të tij Belinda Ballukun. Dihet se korrupsioni në Shqipëri ka shtrirë tentakulat e veta në pothuajse në të gjitha fushat. Çfarë bënte ky Agasi? Ky blidhte paret që shqiptarët i kanë pasur në të zeza në vende të ndryshme, grupet e mëdha, kryesisht kriminale, por dhe parat që shqiptarët i kanë nxjerrë me punra të ndershme, të rregullta, por kanë qenë pa dokumenta dhe pa sigurime, dhe paret e tyre nuk mund t'i kalojnë dot nëpërmjet numrave të llogarive bankare, dhe i kanë marrë dorazi dhe gjithmonë ata kërkojnë që të gjejnë një rrugë t'i dërgojnë në Shqipëri. Agasi u garantonte kalimin e parave kur vinin para të mëdhaja, në plera të mëdha, në për pikat doganore dhe në për aeroportet apo në për portet e Shqipërisë kur vinin me kamiona, me ngarkesa të ndryshme, dhe duke u marrë përqindjen, zakonisht japin mos gaboj 20% këta për transportin, për t'i çuar në destinacion këtu në Shqipëri, dhe pastaj qëllimi i dytë ishte pastrimi i këtyre parave, të cilat janë në një vlerë shumë të madhe. Pastrim më të mirë se sa ndërtimi, ku çdo pronë që blihet në ndërtim është hipotekuar dhe ti automatikisht e ke pronë të pastër, dhe nesër mund ta shesësh dhe me noterin në mënyrë të rregullt dhe paret i kalon numrin tënd të llogarisë, mund të shesësh të gjitha pronat që ke dhe i kalon në mjete financiare, në para, në valutë ose në lek shqiptar, duke i pasur para të pastra. Agasi ju merrte sigurisht 2 herë. Ju merrte për transportin, pra për kalimin në Shqipëri, dhe pastaj këto lek ja u fuste në ndërtimin e gradaçelave të mëdha, të cilat Rama ja u jepte oligarkëve kryesisht dhe njerëzve të pasur, të cilët punonin sigurisht dhe me banka, duke pasur garanci vetë objektin që ata ndërtonin, cilat kanë qenë kulla që janë ndërtuar deri sot, por dhe kulla tjera që Rama i ka dhënë lejet dhe që duhet të ndërtohen, dhe që Agasi ka dalë garant për të paguar, për të blerë këto kulla me paret e zeza të shqiptarëve. Tashi që Agasi ka probleme me drejtësinë dhe po kërkohet prej saj, duke qëndruar i fshehur diku, sigurisht këta që kanë marrë leja dhe që kanë dashur të fillojnë ndërtimin e kullave apo i kanë filluar, do të kenë problem me blerjet e këtyre banesave, pasi do të jetë e vështirë futja e parave pa interlokutorin, pa ndërmjetësin i cili i pastronte këto punë, dhe do të shikoni që do të bllokohet puna e këtyre lejave që ka dhënë pafund Rama. Këta mund t'i ndërtojnë gradaçelat, sepse marrin dhe kredi nga banka, fusin edhe vetë lek për ndërtime, sepse kanë janë të fuqishëm, mund t'i bëjnë dhe me parat e tyre, por edhe me kredi bankare. Mirë, po këta nuk kanë me të garantuar blerjen, sepse nuk kanë me para në treg. Parat ndodhen atje ku janë fituar nga shqiptarët, dhe do të jetë i vështirë transporti dhe pastrimi i parave për këto kulla dhe për shqiptarët.
Pra, për momentin, është të prerë ky zinxhir si funksiononte gjithë kjo skem. Shqiptarët detyrohen të ikin jashtë, duke ikur jashtë do të ketë sa më shumë që ikin jashtë, do të ketë më shumë shqiptarë që do të futen në tregun kriminal të fitimit parave me punë të pista, ose edhe me punë normale, si që shpjegova, por që do të jenë pa dokumenta dhe do të punojnë jashtë kanaleve zyrtare, financiare, bankare. Dihet që gjatë këtyre viteve kur dukeshe se Berisha ngujua atje lart në kulla, dukeshe sikur Rama dhe Berisha ishin në armiqësi, në fakt Berisha ishte në armiqësi me Sorosin dhe njerëzit e vet, të cilët kërkonin pjesën e tyre dhe nga ato që kishte përfituar prej korrupsionit grupi Sali Berishës më përpara, të cilat në krahasim me këtë skem perfide që kanë ngritur globalistët në Shqipëri dhe Edi Rama dhe Partia Socialiste, e cila mund të quhet vazhduesja, parti terroriste, kriminale, vazhduesja e Partisë Komuniste dhe Partisë së Punës, të cilat në fillim shkaktuan luftë civile, duke shkaktuar shumë dhimbje dhe tmerr shqiptarëve. Ju mblodhen 220 milion tonar, 220 tonar, më falni, për lapsusin 220 ton arë, dhe me ligjin për tatimin e jashtëzakonshëm, sot mjafton të them që Argentina ka 60 ton arë. Por këta e ka shteti këta, kurse populatat sigurisht që kanë shumë më tepër. Enver Hoxha jo mblodhi gjithë popullit me dajak. Gjithë popullit, edhe varset, edhe çdo objekt të larë në arë ose pre ari, në për familje të ndryshme, madje u kanë shkullur dhe dhembët, ja u kanë marrë kush ka pasur dhembë pre ari në atë kohë, dhe dihet që në Shqipëri ka pasur shumë arë, sepse shqiptarët kanë qenë një pjesë e rëndësishme e perandorisë osmane dhe kanë përfituar shumë nga luftrat e ndryshme, flas 4-5 shekuj. Dihet që jeniçerët kanë qenë ata që merrnin ajkën e çdo ekonomie të çdo qyteti ose vendi të rrethuar, dhe një pjesë e madhe e jeniçerëve gjithmonë kanë qenë shqiptarë. Dhe gjithë këto para shqiptarët e kanë zakon që i dërgojnë në vendet e tyre dhe rrallë kanë investuar aty ku kanë jetuar përkohësisht, kur kanë bërë shërbimin ushtarak ose që kanë jetuar përkohësisht, si në Stamboll apo në vendet tjera të perandorisë otomane. Dhe ka skeptik që çuditen, thonë nuk ka mundësi 220 tonar. Po 220 tonar janë marrë nga Shqipëria, dhe këta e kanë deklaruar edhe vetë institucionet e shtetit shqiptar, të cilat i mori kryesisht Anglia, familja Rothschild, po ka marrë dhe Stalini dhe Titoja një pjesë prej saj, kurse në Shqipëri ngeli vetëm 300 kg në mos gaboj. Pastaj filloi lufta e klasave, ku nëpërmjet luftës së klasave siguroheshin skleverit për të bërë punët e tyre të rënda nëpër miniera, duke i burgosur një pjesë prej meshkujve kryesisht të këtyre familjeve, dhe që bënin punë pa pagesë, duke bërë pothuajse duke mbajtur shumicën e minierave të kromit në veri, duke për shumë ndërtime të ndryshme, siç është rafineria e naftës në Cërik, rafineria e Ballçit në Ballç të Fierit, dhe ndërtesa të ndryshme, pallate të ndryshme i kanë bërë të burgosurit kryesisht politik, po dhe ordiner era erës janë futur dhe ata në këto lloj punësh. Dhe më pas i ndruan emrin nga Partia e Punës më 91, kthyen Partisë Socialiste, këta vazhdimisht i kanë sjell popullit shqiptar shumë dhimbje. Partia e Punës dihet që një pjesë të vezëve të saj i çoi ke furiku i PD-s, dhe të dyja bashk luftuan që e njëjta shtresë që kishte drejtuar politikisht Shqipërinë gjatë kohës
së socializmit apo të komunizmit për 45 vjet të vazhdonte të mbante pushtetin politik dhe ekonomik dhe drejtësinë edhe në kohën e të quajtur demokraci dhe pluralizëm politik. Dhe në këtë kuptim Edi Rama nuk e ka shitur deri në fund Sali Berishën asnjëherë, madje ata kanë funksionuar si oligopol. Shumë nga fushat ku fitoi, sidomos në fushën e ndërtimit, duke dhënë leja, njerëz të lidhur me familjen Berisha si Bashki Mulaj apo Qet Kastrati, apo dhe më pak grupi Zamir Manes, të cilët në fakt përpiqen të jenë në duke pak më të rregullt në marrëdhëniet me qeveritë që vinë dhe më të kujdesshëm, duke mos u bërë shumë palë me asnjëherë. Edhe nëpërmjet familjeve të tjera si dhe bizneseve, firmave të tjera, siç është Fusha, siç janë disa firma të tjera që kanë ndërtuar rrugë, Salilari e tjerë që kanë qenë pranë qeverisjes së Berishës dhe pranë qeverisë së Ramës, këta kanë funksionuar si një oligopol ku administratori dukej sikur ishte i njerëz palë, por në fakt ai administronte vetëm çështjen e punësimeve. Ju kujtohet gjithëve që në vitin 2016-2017 në ndrejtimin e grupit kriminal të Sorosit dhe të Rilindjes u projektua dhe u organizua hashashizimi i të gjithë vendit, për të cilën pagoi pasaj vetëm ministri i brendshëm dhe ndonjë tjetër, kur në fakt dihet që kreu koka, pola e këtij veprimi të kriminalizimit të gjithë jetës ekonomike të vendit ishte Edi Rama dhe më lartë George dhe Alexander Soros, të cilët sigurisht kanë marrë pjesën e luanit. Çka ka ndodhur tash me Spakun? Për parantezë dua t'ju them diçka. Edi Rama ka qëndruar shumë i lidhur me krahun e kabalës mbasi ka ardhur Trumpi në pushtet, jo se e ka bërë këtë me dëshirë, po e ka bërë nga pamundësia për t'u lidhur me presidentin Trump dhe për të siguruar një takim dhe një marrëveshje me të, sepse Rama do të ishte i gatshëm që në momentin e parë të luante me të dyja këmbët. Sigurisht që të kalonte nga kampi tjetër Rubikonin ishte shumë e vështirë, sepse unë druaj se grupet kriminale që qeverisin Shqipërinë sot dhe që kjo parti duhet të dalë jashtë ligjit, pavarësisht se kanë dalë zera më të ndershëm si Petro Koçi, ose të vjen për të qeshur kur flet ai kryetari i Bashkisë së Lezhës në emër të Partisë Socialiste, ai që kur ka qenë në polici dihet që është përfolur për shumë çështje të ndryshme në bashkëpunim me Ilir Metën, sepse ka qenë pranë ish kryeministrit Ilir Meta në atë kohë dhe i mbrojtur prej tij, dhe pasaj e drodhi kur pushtetin në Partinë Socialiste e mori Edi Rama. Edhe kanë dalë dhe flasin tonë dëgjoj, Partia Socialiste është sigël. Partia Petro Koçi me drejt thot që ajo kryeministra duhet të jepte dorëheqje, por dhe në qoftë se jepte vetë duhet ta kishte larguar kryeministri dhe ajo nuk mund të mbaj peng historinë dhe djersën dhe mundimin e korifejve që ka patur Partia Socialiste, thot Petro Koçi, dhe nuk mund të ndot historinë e kësaj partie. Në fakt, më përpara ka pasur intelektual si Servet Plumbi, Namik Dokle, që mund të përmendim ata që kishin një lloj hije shtetari dhe nuk bashkëpunonin me krimin në këto nivele të papara dhe që krimi të kontrollojë dhe vetë pushtetin politik ku ben
drejtuese të shtetit që vjen nga Partia Socialiste me në krye Ramën. Këto ishin të padëgjuara dhe të llaftarisura për atë grup të atërshëm. Dhe tashi pasi Lacivita dërgoi përfaqësuesen e ambasadës amerikane këtu me qëllim për të mbledhur të dhëna në bashkëpunim me një grup të madh shqiptarësh të cilët bashkëpunojnë me ambasadën amerikane, skema e lojës duket se ka ndryshuar. Ka një entuziazëm të madh nga këta analistët e ndryshëm të politikës, të cilët janë edhe, ose që kanë qenë dhe aktivistë politik, janë përpjekur ty në parlament, dalin dhe në rolin e analistit sot, dhe janë shumë entuziasti që këto gjëra stafi i shtëpisë së bardhë po i bën për arsye morale, për të pastruar politikën shqiptare e kështu. Kjo mund të jetë deri diku e vërtet, por është shumë e bukur për ta besuar plotësisht. Unë nuk e besoj, unë mendoj se janë gjithë bashkë. Çështja është vetëm që synohet të merren ato 100 miliardët. Nga ato 100 miliardë sa të jetë mundur të merren andaj përtej oqeanit. Kur ka ardhur këtu Hillary Clinton ka mbajtur një fjalim në parlamentin shqiptar, ju kujtohet gjithëve se tha ne do të jemi 300 vjet bashkë. Dhe nuk e tha një herë, tha disa herë. Dhe kjo tregon që ka një marrëveshje të madhe, sidomos mbas luftës në Kosovë, ku Shtetet e Bashkuara në emër të NATO-s bën luftën më të madhe, dhe mund të ketë një marrëveshje me rusët, të cilët kanë marrë $45 miliardë për Kosovën, ku mund të kenë në dakord dhe me Evropën dhe me rusët që 300 vjet për shkak të këtyre parave që ishin dhënë, ky rajon i shqiptarëve në Ballkan do të komandohej nga Shtetet e Bashkuara, të cilat dhanë kontributin kryesor për ta çliruar. Sigurisht që NATO-ja funksionon me ndihmën e bankierëve, të cilët financojnë kompanitë e mëdha private që prodhojnë armë, të cilat i blen NATO-ja, shtetet e ndryshme të NATO-s, të cilat mbledhin taksa dhe tatime, dhe çdo shpenzim që bën NATO-ja në fund të fundit janë shpenzime që bëjnë shtetet, të cilat grumbullojnë lekët nga buxhetet, ose japin lekët nga buxhetet e tyre për NATO-n. Dhe në këtë luftë sigurisht Shtetet e Bashkuara kanë dhënë ndihmën kryesore më të madhe vendimtare, dhe mund të ketë një marrëveshje që për 300 vjet këto territore do të kontrollohen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo është arsyeja se përse në SPAC nuk po dominojnë shtetet evropiane, të cilat duan ta shpëtojnë Ramën, sepse ende Evropa perëndimore është në ndikimin e kabalës, në ndikimin e Sorosit, i cili bën ligjin dhe në Parlamentin Evropian sot nëpërmjet njerëzve kryesor si Ursula von der Leyen dhe këta të tjerët komisionerët, të cilët zgjidhen prej komitetit të 300-ve dhe kabalës, që duket në pamje të jashtme sikur stafi i presidentit Trump është në luftë me këto rregulla të vendosura prej tyre. Pra, Rama pasi bëri gafën, ku ju duk vetja shumë i fortë në Paris, a ku ishin, më kujtohet, kur u tall në praninë të Macronit dhe të presidentit të Azerbajxhanit për një gafë, për një lapsus që kishte bërë presidenti Trump, duke ngatruar Armeninë me Shqipërinë në konfliktin me Azerbajxhanin, dhe të gjithë e dimi që ironia Rama ka bërë ironike ishte një dhjetori, gjithkohë ka qenë karagjos kur ishte i vogël, kështu adoleshent, me këta shokët e vet, çfarë ishte në i budalla, në i kështu si Verlapa, e ku diun ata të tjerë atje, dhe e dinte se ishte Verlapa Trumpi, edhe deshte bënte gallat, atje si bënte ke Vasil Shantva dhe ke se një dhjetori, edhe mendonte se do bënte gallat me Trumpin. Edhe nuk e di, edhe me këtë që organizoi fushatën e Berishës, dhe ata dëgjojnë, mbajnë shënime, dhe nëpërmjet përfaqësuesve të tyre këtu ku
Rama s'ka shans me ty mbas shtatorit në ambasadën amerikane, që ty si mik them, ndoshta dhe as zyrtarisht nuk toftohet as gjikundi. Tashi Rama po përpiqet të siguroj një takim me Trumpin për t'i ofruar atij një zgjidhje se si mund të ndryshojnë skenën në bashkëpunim dhe me negociatorët që janë të dy krave, dhe të Sorosit dhe të Trumpit, dhe ku Rama të vi si djali plank prishës me kokën ullur para Trumpit dhe ti kërkoja ti një deal, një marrëveshje, një skem, si mund të shpërndahen më vonë parat. Por ne shqiptarve nuk na interesojnë se si do ndajnë këta parat tona. Ne na intereson si t'i mbrojmë parat tona. Qoftë të pareve të zeza që djemt tanë i kanë dërguar ose që duan t'i dërgojnë në Shqipëri nga punët e tyre si të pasiguruar në kompanit, në fund të fundit ato janë paret shqiptarve dhe nuk duhet t'i marrë askush tjetër. Nuk mund të sekuestrohen pallatet, kullat, pasuritë e tyre. Ne duhet bëjmë çmos që t'i shpëtojmë këto para. Dhe nuk duhet të lejojmë që këto para të ikin nga Shqipëria. Minjtë e ndjenjë të parët tërmetin dhe dy minjë si Kastrati dhe Zamir Manja kanë filluar të investojnë në parat në përtej Adriatikut. Dihet që Kastrati ka marrë një objekt, një hotel afër Mar-a-Lagos në Florida për të krijuar mundësinë për të pasur marrëdhënie me familjen e Trumpit, i dërguar sigurisht prej Ramës, por dhe Zamir Manja, gojë të liga thonë që është duke u përpjekur t'i shes bizneset e veta dhe t'i kaloj asetet financiare nga shitja si investime në fushat të ndryshme Shtetet e Bashkuara gjatë cilën Trumpi mezi e pret. Këta të tjerët ende nuk e kanë bërë një gjë të këtillë, por çfarë do të thotë të goditen oligarkët shqiptar, qofse mund t'i quajmë kështu me gjuhën e shtypit. Qofse pasuritë e tyre do të sekuestrohen dhe bizneset e tyre sigurisht do të ngelen me qindra mijë të tjerë që punojnë në këto biznese shqiptar kryesisht, do të ngelen pa punë dhe do të largohen nga ky vend. Dhe këtu do të vinë popujt të tjerë të cilët nuk kanë rrenjë këtu dhe nuk do të çajnë kokën se çfarë skemash do të ndodhin. Si me Trumpin dhe pa Trumpin, bota po ecën drejt atyre piketave që janë caktuar për shfarosje të rinis me luftë. Në fund të luftës do të ketë një pandemi e cila do të jetë me temperaturë, do të japë jo si Covid-i për shkak që jepte probleme me frymëmarrjen, rënien e oksigjenit, jo në temperaturë të lartë, në temperaturë 37.3, 37.4, 5 deri 37.8 mund shkonte temperatura. Kjo do të jap temperaturë të lartë dhe këta do të thoni që duhet vendoset një mikrochip. Ç'a mund të ndodh? Rama po përpiqet me kryesherifin të krijojë një, siç u përmenda, një lloj deali ku sigurisht do të jetë edhe pala e kundër, se në fund të fundit kemi një oligopol ndërkombëtar, polici mirë, polici keq, që është Sorosi me Trumpin. Dhe nga ana tjetër kemi një oligopol shqiptar, të cilët përpiqen të shpëtojnë nga gryka e këtyre krokodilëve dhe të shpëtojnë sa më shumë për veten e tyre duke mbrojtur njëri tjetrin. Sigurisht Rama dhe Berisha janë oligopol, punojnë bashkë që të dërgojnë sa më pak asete ande dhe të mbajnë sa më shumë asete këte të siguruara
në rrugë antiligjore nëpërmjet korrupsionit dhe bashkëpunimit me krimin, sidomos Rama, në këto 13 vjet në pushtet, 12-13 vjet. Dhe do përpiqen të dy së bashku, Berisha me Lacivitën dhe me grupin e vet, por Berisha tashi pasi I ka dhënë informacionet që I duheshin Lacivitës dhe pasi këto informacione janë shtuar më shumë me ardhjen e të ngarkuarës me punë në ambasadën amerikane të Shtetet Bashkuara, që është njeri I Trumpit, dhe ajo është kryesisht një taksidare që kontrollon çfarë mund të rëmbejnë ndonjë gjë ta çojnë ande, në ndryshim nga naivët që mendojnë se këtu po luftohet për të rregulluar Shqipërinë dhe ku tërë turma po duar troket, domethënë të shikojnë festën kriminalët në litar, siç varnin dhe vrisnin vitin 45, 46, 47 dhe të gjithë turmat e egzaltuara kënaqeshin kur shikonin një që kishte jetuar më mirë se ta, me kënaqësi kur e shkonin në hell ose e varnin atje në litar ose e pushkatonin. Edhe sot turmat janë të egzaltuara, duke mos e kuptuar që situata ekonomike e vendit do të përkeqësohet në qoftë se do rifillojë një fushatë e re korrjeshirjesh, ashtu si më 46-ën, kur u mblodh Floriri dhe shqiptarëve u grabit një pasuri, një energji e madhe financiare e tyre që kishin grumbulluar me shekuj. Spaku sigurisht që është kthyer një instrument, ashtu siç u kisha thënë unë her pas here që u thesha, është një instrument I Deep State-it që kontrollonte në atë kohë edhe Amerikën, pra me përfaqësuesin e tyre Soros, për të grumbulluar parat e shqiptarëve, të grumbulluara nga qeverisjet e mëparshme, nga Berisha, nga Meta, dhe një nga arsyet pse është dënuar Meta mund të jetë edhe se nuk kanë gjetur deal, nuk kanë bërë dot deal me njëri tjetrin, pasi Meta është nga skraparja dhe punon vetëm me shatës, ditë punoj me lopat. E njëjta gjë po ndodh sot. Rama është gati, si ata zvaranikët, si Urea Hip, është gati të bëjë çdo lloj marrëveshje, të falë edhe 3 çerekun e Shqipërisë, vetëm ai të shpëtojë dhe të sigurojë ato verra dhe ato pasuritë që ai ka siguruar gjatë gjithë këtyre kohëve në mënyrë të kriminalizuar. Sigurisht shqiptarët kanë nevojë për një qeverisje që të burojë dhe të ketë si qëllim interesat e shqiptarëve, por sigurisht këta e kanë të vështirë të qeverisin gjatë, pasi këta të mëdhenjt, taksidarët e mëdhenjt duan taksa vazhdimisht, dhe në qoftë se dikush del këtu nga populli dhe s'u paguan këtyre taksa, atëre gjenden mënyrat dhe pretekset ose dhe shkaqet për ta përmbysur dhe për ta larguar qoftë me instrumenta ligjor, qoftë me instrumenta ekstra ligjor, duke përdorur ngritjen e segmenteve të veçanta dhe organizimin e protestave për të përmbysur gjoja për situatën e keqe ekonomike ose duke shfrytzuar në një ngerç në qeverisje. Dhe vendet e vogla janë pak a shumë të dënuara që të ngelen në këtë lloj ndëshkimi. Pra, unë jam I prirur ta shikoj me skepticizëm të ardhmen dhe prap them që SPAK, edhe pa dëshirën e tij, duke qenë një ingranazh që I ka butonat e komandimit në Washington dhe duke qenë si puna saj që jep 5 leka hyrë në valle dhe pasaj mund të japësh 100 e s'del dot më nga vallja, do ta hedhësh vallen sipas muzikës që ta lozin ata. Them që SPAK-u do të shërbej për fushatën e korrjeshirjes dhe për varfërimin e shqiptarëve. Pse quhet SPAK-u si një instrument që do të luftojë korrupsionin, I cili bëhet nga politika dhe krimin organizuar? Sepse në këto 2 sektor kërkohen të grumbullojnë lekët. Lekët që kanë fituar politikanët, të cilët mbahen me veton dhe me vullën e oligopolit të Washingtonit, dhe nga ana tjetër lekët që grumbullon bota e zezë e
krimit të organizuar, por jo vetëm, edhe paret e bardha që nuk mund të kalojnë në kanalet zyrtare financiare, si që u shpjegova, që vinë nga shqiptarët të cilët bëjnë punë nga më të rëndomta, duke pastruar shtëpitë, duke punuar në për fabrika nga 12 orë ose 14 orë, duke u strapacuar dhe duke u stërmunduar. Shumica e këtyre parave të zeza mund të vinë nga kjo shtresë të cilët duan t'i dërgojnë për të përmirësuar dhe rregulluar jetën e familjarëve të tyre, të cilëve ju kam premtuar që do t'i ndihmojnë për të patur një jetë më të mirë ekonomike. Kjo pra ishte ajo që unë desha të komunikoja. Besoj që kam dhënë disa penelata në këto minuta të ngjarjeve që mund të ndodhin. Në qoftë se Rama do të arrijë të atakojë Trumpin, gjë të cilën unë shikoj të vështirë dhe të pamundur, megjithëse ai po përpiqet shumë të realizojë këtë, atëherë do të ketë negociat treshe. Globalistët ose Deep State, njerëzit e Sorosit, të cilët kanë marrë deri më sot të ardhurat kryesore të korrupsionit nga Shqipëria, që i grumullonte Rama në fushat e ndërtimit kryesisht, po dhe në fushat e tjera, dhe presidenti Trump, dhe këta mund të bëjnë një deal treshe se si do ndahen të ardhurat, dhe në qoftë se realizohet kjo, që mua më duket me pak gjasa që të ndodh, atëherë Trump, ky Rama mund t'ja hedhë dhe ta kalojë dhe këtë furtunë, por sigurisht që shumë shpejt do të largohet dhe nuk ka më mandat 4 jo, por mund të largohet edhe para kohe, ose do përpiqet t'i kërkojë Trump në këmbim të ndonjë joshje që mund t'i ofrojë Rama, që ai ta lejojë që të bëhet president në 10 vitet e ardhshme apo 14 vitet e ardhshme, varet se si do të caktohen periudhat e mandateve të presidentit, pasi këta kishin menduar të bënin ndryshime kushtetuese ku do bënin një parlament me 2 dhoma bikamerale, dhe në Senat do të futeshin me tagrat fort ligjor, do të futeshin këto figurat kryesore që ta kishin si një ombrell derisa të kalonin në pleqëri të thellë që mos merresh më kush me këta, si një ombrell siguruese. Dhe Rama të qëndrojë si president aty për 14 vjet, duke për 2 mandate presidenciale, për të kaluar këto rreziqet e ndryshme që mund të japeshin nga qeveritë që do të vinin më mbrapa, apo nga konjunkturat ndërkombëtare që mund të krijohen. Populli shqiptar, ashtu si gjithë bota, ndodhen përballë udhëkryqeve të mëdha, qoftë të brendshme, por qoftë edhe të planeve të mëdha që janë bërë për njerëzimin, të cilat ne i kemi folur her pas here. Këto biseda mendoj që janë interesante dhe shërbejnë që shqiptarët të jenë vigjilent. Ajo që ka bërë deri tash Shtetet e Bashkuara këto kohë të fundit me 2 goditjet që kanë dhënë nëpërmjet SPAK-ut, është që njerëzit kanë hequr, një pjesë e madhe e njerëzve, të cilët janë indiferent ose naiv në lidhje me keqçeverisjen që ka pasur Shqipëria dhe që ne vazhdimisht kemi folur, ju hoq perdhja nga syt dhe e kuptuan se nuk qeveris një parti që e do këtë vend dhe i do njerëzit, por qeveris një parti thellësisht e inkriminuar, ashtu si që ka pasur rënjët qysh në krimin e saj nga serbët, nga Miladini dhe Tushani. Mirë, këtu mendoj që ta mbyllim këtë bisedë, nga unë, para se të them natën e mirë, dëshiroj të kujtoj edhe një herë, bëjeni subscribe kanalit, dhe nga unë, Alfred Sako, natën e mirë, dhe para natës deri në natën e vitit të ri, ditën e mërkurë, do të kemi dhe 2 emisione të tjera. Nga unë, Alfred Sako, natën e mirë dhe një herë, dhe miru pafshim.